Of course, it's not so good for us that we was eliminated from the cup. Normal nuk ishte diçka mirë që u eliminum nga kupa, But now we are focused for next game and por fokusi jonë është në ndeshjen e radhës. we will give everything to win. Edhe dim se do t'japim çdo gjë për me fitu dhe të marrim 3 pikë. Domethënë detyra jonë është vetëm bëjmë punën tonë për të dy ekipet do të jetë një ndeshje mjaft e fortë sepse siç e dim ne e kemi rival direkt kryesor Elbasanin. Ata do të luajnë në shtëpinë e tyre, do të jetë një atmosferë e mirë, por fusha do të jetë e njëjtë për të dy dhe nëse ne bëjmë detyrën tonë atëherë do të jetë më mirë. E para është të fitojmë ndeshjet e metra, të ta tregojmë këtë në mënyrë më të mirë pa një lojë mjaft mirë këtë ndeshje, sidomos të luajmë mjaft mirë po ashtu edhe në anën defensive, po ashtu edhe mjaft mirë në anën e sulmit. Po kam kujtime mjaft mirë atje. Isha për rreth një viti dhe mund të them që ishte një vit mjaft i mirë për mua atje. Kanë mjaft fanca, po ashtu kanë edhe një stadium mjaft mirë. Tani jam lojtar i Vllaznisë dhe do të jap çdo gjë për këtë klub që të fitojmë nesër. Nuk ka lidhje se sa minuta mund të luaj nesër, 1 minutë, 10 minuta ose më tepër. I'll give everything. Po e di se do jap çdo gjë nesër në fushë. Because every game we go to Sepse ne shkojmë për çdo ndeshje vetëm për fitore. Ne jemi këtu për këtë, për të marrë vendin e parë. and we will give everything. Edhe dim se do japim çdo gjë për ta arritur vendin e parë.